Projektet e mëdha turistike në zonat bregdetare po ngren shqetësime të jashtëzakonshme për shkak të ligjeve favorizuese që lejojnë shpronësimin e pronave private. Ndryshimet e fundit ligjore po kërcënojnë seriozisht ekosistemet e mbrojtura dhe po nxisin protesta mbarkombëtare kundër korrupsionit dhe tjetërsimit të pasurive publike. Zhvillimet e fundit në bregdetin shqiptar dhe veçanërisht projekti luksoz në Zvërnec kanë nxitur një val të gjerë reagimesh që tashmë janë zhdërruar në një lëvizje të fuqishme qytetare për të kuptuar më mirë ndikimin e këtyre megaprojekteve te komunitetet lokale. Mjedisi dhe shteti së drejtës bisedua me Eva Kushovën, drejtore e organizatës për menaxhimin e destinacioneve në Shqipëri. Ligji për investimet strategjike u miratua në vitin 2015 për të tërhequr investimet të huaja dhe për të nxitur ekonominë e Shqipërisë. Afati i tij është hyrë disa herë që nga ajo kohë së fundmi deri në vitin 2027. Në praktik, ai është ndërruar në një mjet për abuzime serioze. Ndryshe nga ligjet e zakonshme të investimeve, ai jep shtetit fuqinë për të shpronësuar pronën private në emër të investitorëve, shpesh me një dëmshpërblim shumë të ulët se vlera e tregut. Disa banorë thonë se u detyruan të largoheshin nga toka e tyre pasi refuzuan këtë dëmshpërblim. Pavarësisht qëllimit të deklaruar të ligjit, vetëm 2 nga rreth 44 projekte të miratuara deri më tani janë gjithsej investime të huaja. Shumica janë në pronësi të investitorëve vendas me lidhje të ngushta me qeverinë. Ky sistem u jep kompanive të përzgjedhura akses në tokën publike, plazhe, pyje dhe pasuri kombëtare, si dhe u jep atyre përjashtime nga taksat deri në 10 vjet. Shteti gjithashtu paguan për gjithë infrastrukturën e nevojshme, përfshirë energjinë elektrike, rrugët, telekomunikacionin dhe ujin, duke subvencionuar efektivisht fitimin privat. Në disa raste uji destinuar për fshatrat është devijuar për të furnizuar pishinat e resorteve, ndërkohë komunitetet lokale mbasin aksesin në plazh dhe mbeten të marginalizuara ekonomikisht. Projekti i Zvërnecit, një resort luksoz i planifikuar në bregdetin pranë Vlorës në jug të Shqipërisë, që përfshin rreth 10.000 njësi akomodimi, tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare për shkak të lidhjeve të tij me familjen e presidentit të SBA-ve Donald Trump, kur ai ekspozoi dështime më të gjera të qeverisjes. Ai përfshin një pronë të madhe që pretendohet se u fitua nga një trafikant droge i kërkuar ndërkombëtarisht në rrethana mjaft të dyshimta dhe ka gjithashtu akuza se zyrtarët manipuluan të dhënat e pronësisë në regjistrin rajonal të tokës. Shumë banor lokal pretendoi pronësinë e kësaj toke, megjithatë ajo u njoh papritur si pronë e trafikantit, i cili më pas ja shiti atë investitorëve arab. Jo përshtatet me një model më të gjerë në menaxhimin e tokës në Shqipëri. Pas rënies së komunizmit në vitin 1991, ligji mandatoi shpërndarjen e tokës bujqësore për familjet rurale në parcela të vogla. 35 vjet më vonë, shumica e shqiptarëve zotrojnë vetëm tokë të kufizuar, ndërsa investitorët strategjik marrin prona të mëdha bregdetare përmes transaksioneve të dyshimta, shpronësimeve të diskutueshme dhe manipulimeve të supozuara të dhënave të pronës. Të drejtat e pronësisë kanë mbetur të pazgjidhura për më shumë se 30 vjet, duke i detyruar njerëzit në procese gjyqësore të kushtueshme. Fshehtësia rreth marrëveshjes së Zvërnecit është gjithashtu tipike. Publiku mëson për projektet vetëm pasi makineritë e ndërtimit mbërrin në kantier. Lajmet për Zvërnecin dhe për ishullin e Sazanit, një ishull pranë bregdetit të Adriatikut në Shqipëri, i caktuar për zhvillim luksoz, qarkulluan përmes mediave ndërkombëtare në mars të vitit 2024. Edhe tani, identiteti dhe pronësia e investitorëve pas disa prej këtyre projekteve mbeten të paqarta dhe kantieret janë të rrethuara me tela me gjemba. Autoritetet thonë se kjo po bëhet në përgatitje për punimet e infrastrukturës, duke ushqyer mosbesim të mëtejshëm. Bregdeti i Zvërnecit është shtëpia e lagunës së Nartës, një nga zonat me biodiversitetin më të pasur në Shqipëri dhe një pikë ndalimi kritike për mijëra shpend shtektar që udhtojnë midis Afrikës dhe Europës. Ajo u kërcënua fillimisht nga ndërtimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës dhe tani nga resorti i Zvërnecit. Baza ligjore u hodh në vitin 2022, ku qeveria hoqi mijëra hektar nga zonat e mbrojtura, duke reduktuar sipërfaqen totale të mbrojtur me 20%. Në vitin 2024, një tjetër ligj hapi derën për ndërtime brenda zonave të mbrojtura, duke lejuar transformimin e një prej lagunave të fundit të egra bregdetare të Shqipërisë në një zonë të urbanizuar rënd. E ligji i mëtejshëm i miratuar në vitin 2025 e zgjeroi kërcënimin ndaj pyjeve dhe kullotave diku tjetër në vend. Kjo bie ndesh me synimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, i planifikuar për vitin 2030. Të gjitha shtetet kandidate duhet të parafrojnë ligjet e tyre me standardet e BE-s në 33 kapitujt negociues përpara antarësimit dhe kapitulli 27 mbulon mbrojtjen e mjedisit. Raporti i zgjerimit të Komisionit Evropian për vitin 2025
ngriti shqetësime serioze në këtë drejtim, duke kritikuar ndryshimet e fundit ligjore për dobësimin e standardeve mjedisore. Komiteti i përhershëm i Konventit të Bernës, një trup ndërkombëtar që mbron jetën e egër dhe habitatet europiane, i ka kërkuar vazhdimisht qeverisë së Shqipërisë të pezullojë ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Florës brenda zonës së mbrojtur Pishpor-Onart, e cila përfshin lagunën, në pritje të një vlerësimi të duhur mjedisor. Deri më tani, këto kërkesa kanë mbetur pa përgjigje, por presioni i vazhdueshëm i BE-s mund të detyrojë ende shfuqizimin e ligjeve regresive dhe vendosjen e një mbrojtjeje më të fortë për zonat natyrore. Protestat filluan më 23 maj në Zvërnec, pasi zhvilluesi rrethoi një pjesë të plazhit me tela me gjemba. Ato u intensifikuan pasi dolën pamje më 30 maj që tregonin rojet private të sigurisë duke rrahur një protestues, ndërsa policia qëndronte pranë pa ndërhyrë, shkruan IPS News. Lëvizja u përhap në kryeqytet në Tiranë të nesërmen, pastaj në qytete të tjera të Shqipërisë, në Kosovë dhe në komunitetet e diasporës jashtë vendit, duke u bërë njohur si revolucioni i flamingove. Protestuesit kanë marshuar çdo natë që atëherë në sloganin "Shqipëria nuk është në shitje", duke kërkuar anulimin e projektit dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ajo që filloi si kundërshtim dhe një resorti të vetëm, është zgjeruar në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit, ku protestuesit përmendin edhe pakënaqësi të tjera, si shëndetësia e dobët publike. Një protestë mbarkombëtare më 10 qershor koincidoi qëllimisht me një përkujtim historik kombëtar, u bashkuan shqiptar nga diaspora në 5 kontinente. Gjithatë, Rama ka qëndruar sfidues, duke argumentuar se reagimi ka të bëjë më shumë me lidhjet me Trump sesa me vetë projektin. Megjithatë, ka shenja inkurajuese të llogaridhënies. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, një trup gjyqësor i pavarur i krijuar në vitin 2016, ka nisur një hetim mbi ndryshimet ligjore të vitit 2024 që mundsuan marrëveshjen e Zvërnecit. Ja lëshuar urdhër arreste ndaj rreth 20 biznesmenëve të dyshuar për përfitim të palikshëm të tokës ose lejeve të lidhura me projekte të ndryshme. Njerëzit shpresojnë se presioni publik do t'i mbajë gjallë hetimet gjyqësore, duke siguruar llogaridhënie për abuzimet me pushtetin, dëmet mjedisore dhe shkeljet e të drejtave të pronës.